Mirëmëngjesit të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e diel dhe jemi në javën e 6 të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java 2 e psalterit. O hymë eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si ari i agimi i dritës, qielli nga lavdet jehon, bota prej shendit galdon, ferri ulërin ndërgrama. Kur mbreti shumë i forti, i shem fuqit vdekjes, në ngëm drydhit artarin, të mirëve u zgjidhi prangat. Ai që me rast të mbyllur rrepsisht ruhet nga ushtari, nga dhënjës me zulm fisnike, ngrihet fitues nga varri. Tashmë u çlirua feri prej dhëmbje shërënkimesh, sepse unë gjallë Zoti ynë, plot shkëlqim thërret engjulli. Për herë ti rrofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoft lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Kjo është dita e madhe, dita e Zotit ton, aleluja. Psalmi 118, këngë gëzimi dhe fitoreje. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij. Le të thot ashtë Izraeli se ai është i mirë, e amshuar është dashuria e tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit, e amshuar është dashuria e tij. Le të thonë tani ata që e druajnë Zotin, e amshuar është dashuria e tij. Në vështirësi e thira në ndim Zotin, Zoti më dëgjoj edhe më shpëtoj. Zoti është me mua, zdruaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti ndihmtari im, për asgjë i bëj armiqtë e mi. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët, i shfarosa me fuqi të emrit të Zotit. Rreth e përqark më rrethuan, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër ferra, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn më dhan shtytje për të më rrëzuar, por Zoti që ndihma ime, fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im. Ja brit ma gëzimi e ngadhnimi në tendat e të drejtëve. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit më lartësoj, e djathta e Zotit u madhërua. Zdo të vdes të jetoj tua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndëshkim të rënd Zoti më ndëshkoj, por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hapni dyert e drejtësisë, dua të hyj e t'i thur lavd të Zotit. Ja këtu është dera e Zotit, në për të do të hyjnë të drejtët. Do të falenderoj sepse më ke vështruar dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na adhuroj Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd, dhe o Zot jep të mbarën. Bekuar qoftaj që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyje është Zot ai në ndriqoj, rendituni të gëzuar në rreshtin kremtor, me rema në dorë deri në ballë të lterit. Ti je hyje im, ty të falenderoj, ti je hyje im, unë të madhëroj. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij. Lavdioatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Kjo është dita e madhe, dita e Zotit ton. Aleluja. Antifona e dytë. Bekuar qofshti o Zot në lartësitë qiellore, ty të qoftë lavdi e nder për gjithmonë. Aleluja. Kënga man nga libri Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin.
I bekuar je o Zot hyj I jetërve tanë. I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri I shenjtë I lavdisate. Tezve I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisate të shenjtë. Tezve I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisate. Tezve I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar je ti që shqyrton humnerat e që rrimbi kerubin. I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qiellore. I lavdishëm e I madhërueshëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës amen. Bekuar qofsh ti o Zot në lartësi qiellore, ty të qoft lavdi e nder për gjithmonë. Aleluja. Antifona e tretë. Adhurojeni Zotin që mbretëron I lavdishëm. Amen, aleluja. Psalmi 150, çdo krijesë le t'i jap lavdi Zotit. Lavdërojeni hyjin në shëtrorën e tij. Madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojeni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të buris, lavdërojeni me harpe me citar. Lavdërojeni me tupane valle, lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingulluese, lavdërojeni me cimbale brohorie. Gjithçka që merr frymë le ta lavdëroj Zotin. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Adhurojeni Zotin, që mbretëron I lavdishëm. Amen. Aleluja. Leximi I shkurtër marr nga Veprat e Apostujve kapitulli 3, rishta 13 deri në 15. Hyje I Abrahamit, I Isakut, I Jakobit, hyje e tërve tanë lavdëroi shërbëtorin e vet Jezusin, të cilin ju e dorëzuat në vdekje, dhe I rat mohit përpara Pilatit, kur ky kishte vendosur ta liroj. Ju I rat mohit shenjtit dhe të drejtit, e kërkuat që t'ju falej gjaksori, kurse jetëdhënësin e vrat. Por atë hyje ngjalli prej të vdekurve, për çka ne jemi dëshmitar. Përgjigje e shkurtër. Nxënësit e pan Zotin. Aleluja, aleluja. Nxënësit e pan Zotin. Aleluja, aleluja. Dhe u mbushën me gëzim. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Nxënësit e pan Zotin. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju. Qëndroni në dashurinë time. Aleluja. Kënga Zakari sipas Lukës ungjilltar kapitulli I parë. Mesia dhe paralajmëruesi I tij. Qoftë bekuar Zoti I hyj I Izraelit, që pa dhe I shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tan dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit Atit ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profeti të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyj do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju.
qëndroni në dashurinë time. Aleluja. Lutjet e besimtarve. T'ia drejtojmë lutjen e përbashkët hyjtar të gjithëpushtetshëm, i cili e ringjallë Krishtin duke e bërë kokë dhe shëlbues tonin. Le të shndresë mbi ne lavdia e Krishtit. O Ati i shenjtë, që ngrit e birin tënd prej vdekjes në lavdi. Bëj që të kalojmë nga mjegulla e mëkatit në dritën tënde të dashur. Le të shndresë mbi ne lavdia e Krishtit. Na shëlbove me anë të fesë. Bëj që të jetojmë në përputhshmëri me pagëzimin ton. Le të shndresë mbi ne lavdia e Krishtit. Na thërret që të shikojmë lart atje ku Krishti rri në të djathtën tënde. Na ndihmo që të fitojmë mbi ngashnimin e së keqes. Le të shndresë mbi ne lavdia e Krishtit. Jeta jonë është e fshehur në Krishtin. Le të shndresë në botë si lajmërimi i qiellit të ri dhe i tokës së re. Le të shndresë mbi ne lavdia e Krishtit. Ati ynë që je në qiell, u shetroftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithëpushtetshëm, bëj t'i kërkojmë këto ditë me një zel të flakt, në nder të Zotrisë së ngjallur, ngjarjet e pashkëve të përkujtojmë, të jenë nxitje frymëzuese në jetën tonë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekov, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pastosur. Amen.